billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet çdo herë dhe pa ndërprerje adresim Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, falenderojmë Allahun që na mundsoi arritjen edhe të një xumaje, të kësaj dite të bekuar, të kësaj feste javore, e cila është e përmbushur me mirësi të shumta. Salavatet çdo herë ja dërgojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Ne jemi duke trajtuar jetëshkrimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por sot do të bëjmë një pauzë të shkurtër, meqense na kanë ardhur mërkimtarët, të cilëve ju urojmë mirëseardhje të përzemër dhe të sinqert. Do t'u kushtoj disa minuta, edhe për respekt ndaj tyre, edhe për nevojë të asaj që është duke ndodhur kohëve të fundit mes raportit ton me mërgjimtarët. Fillimisht mërgjimtarët tonë nuk janë çdo kushi, ata fillimisht janë amanet, janë krenari dhe janë edhe urë bashkimi. Andaj ne falenderojmë Allahun për këtë mirësi të vëllezërve dhe motrave tona që jetojnë larg vendlindjes për arsye të shumta, më herët kryesisht për arsye ekonomike, tani dhe për arsye tjera, cilat do që tjetë arsyeja e mërgjimtarëve që jetojnë jashtë vendlindjes. Një gjë është më se sigurt, askush nuk jeton i lumtur jashtë apo larg vendlindjes së tij. Çdo herë ekziston një arsye që e shtyn dikë për me jetu larg vendlindjes. Prandaj edhe shumica atyre bën përpjekje maksimale që nëse jo gjatë rinisë së tyre spaku në pleqërinë e tyre të kthehen në vendlindje, aty ku i kanë të parët, aty ku frymojnë ndryshe. Mërgjimtarët janë një nga shtyllat e qëndresës së popullit tonë. Gjatë luftës, kjo është vërtetuar në mënyrë të drejtë për drejtë përmes përkrahjes materiale që ata i kanë bë më e pakta, përndryshe ka pasur shumë për mërgjimtarëve që i kanë lënë gjitha mirësitë e jetës moderne të asaj kohe, edhe kanë ardhur, kanë luftuar në vendin tonë. Kanë sakrifikuar prej vetës, prej familjes, prej gjymtyrëve tyre, që ne sot jemi të lirë. Ata që jetojnë larg vendit tonë, larg vendlindjes tyre, i kanë lënë prindrit, e kanë lënë vendlindjen, që realisht me përkthy ndryshe i bie, e kanë lënë zemrën e tyre këtu. Ata kanë punuar dhe punojnë punë të rënda, ata kanë duruar shumë prej vetmisë e prej mërzisë. Ata i mbajnë gjallë familjet e tyre, jo vetëm atje, por jo rallëherë edhe këtu. Ata kanë ndërtuar shumë shtëpi, kanë ndërtuar shumë shkolla, kanë ndërtuar shumë xhami, kanë ndihmuar shumë familje, shumë skamnor, shumë të varfër. Ata e financojnë vazhdimisht jetën familjare të familjarëve të tyre që jetojnë këtu në një mënyrë apo tjetër. Ata investojnë shumë, sidomos kohëve të fundit edhe me biznese. Elhamdulillah, pra me fjalë tjera, remitancat e mërgjimtarëve janë shumë të larta. Pra bëhet fjalë për remitanca miliardëshe që hyjnë, shpenzohen në vendin tonë, që është realisht një përkrahje e fuqishme ekonomike për vendin tonë. Mos harroni, mërgjimtarët tonë dashur kanë mundësi me i kalu pushimet e tyre në cilin vend që dëshirojnë. Një gjë është më se e sigurt. Në një vend shumë më të mirë se sa vendi ynë mund me jetu për 10 ditë, për 2 javë ditë, pa e pas problem fare. Megjithatë ata vinë këtu. Ata kanë mundësi me shku në ishuj Maldive me kalu pushimet, kanë det, kanë bukuri natyrore, i kanë gjitha, por ata vinë këtu, edhe shumë mirë bëjnë. Sado që të tjerët ndoshta nuk u adin vlerën sa duhet, megjithatë ata ja adin vlerën vetes tyre, ja adin vlerën vendit tyre, edhe nuk bin prej e asaj çfarë flitet. Një gjë që dua ta përmend në raport me mërgjimtarët dhe në raport me marrëdhënien tonë me ta, është përçarja që është duke u synuar që të futet mes vendasve dhe mes mërgjimtarëve. Këto shprehjet e kohëve të fundit që i dëgjojmë, fatkeqësisht shprehjet gërnaç, auslander,
këta t'jashtit, e ku e di si qka, janë shprehje shumë të ulta. Nuk i përkasin një njeriu të formuar, të edukuar, e jo më një fetari, jo më një muslimani. Allahu thënë në Kur'an, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Mos u etiketoni me emërtime, me nofka, pra me terme pejorative, nënçmuese. Veç pse ka dalë dikush një gazetar i pa edukat, i pa cip, edhe e ka thonë një shprehje shumë të ulët, kjo nuk do më thonë që aja ka qëllu. Nuk do më thonë që na duhet me e marë tash ata dhe me e përdorë, sepse fundja e ka thonë për nënçmim, nuk e ka thonë për lavdrim. Dhe çdo gjë që shpreh nënçmim ndaj dikujt, qoftë edhe ndaj armikut, nuk lejohet me thonë. Për arsye se ne duhet të synojmë që të edukohemi, që të ngritemi në vlera, e jo që të ulemi në vlera. Jo që të humbim për vlera apo të shtojmë për tyre. Prandaj këto lloj termesh nuk janë terme që duhet me i përdor na, se fundja këpo e nënçmojmë. Vëllezërit dhe motrat tona, ata janë gjaku ynë. Mos harroni, unë nuk dua të them që dikush po e bën këtë me qëllim për me na përçarë, mbas edhe mund të ketë atill që qëllimisht ju fryn këtyre gjanave dhe këtyre shprehjeve, por përgjithsisht mendoj që është për shkak të pakujdesisë. Zatën shumica e përçarjeve ndodhin në shoqëritë njerëzore nga pakujdesia. Për shembull edhe përçarja që ka hyrë mes kosovarëve dhe shqiptarëve të Shqipërisë, këto termet e fundit. Pra, ata janë shqipeca, ne jemi kosovar, pra në terme pejorative dhe nënçmuese, këto kufi artificial që i kanë vendos armiqt e shqiptarëve, armiqt e vendin tonë, nuk duhet me leju me ndiku ata deri në atë nivel sa që na me e pa njëri tjetrin ndryshe. Ne jemi të një shtëpie, është njëjtë si me thonë vllaun që është për një shtëpie, nga momenti që e ndon dy shtëpi, më usha dhe më nënçmu me zvete, është e njëjta. Se ne kemi qenë një shtëpi. Shqipëria etnike ka qenë një shtëpi e vetme. Këto kufi aktual janë kufi artificial, që të tjerët i kanë kriju qëllimisht, e kanë shfrytzuar dobësinë tonë për me na dobësu neve, për mos me leju që na me avancu, me u zhvillu, sa ata veprojnë me parimin ferrik të sud. Përçaj sundo. Sa më shumë që përçajnë mes njerëzve, aq më lehti sundon ata, sepse fut mosmarrëveshje mes tyre. E madje edhe krijon edhe përçarje të natyrave shumë të rrezikshme, saqë mund të fillojnë edhe luftra mes tyre. Gjëra që kanë ndodhur në histori. Prandaj këto përçarje mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës, fatkeqësisht ndoshta kanë filluar nga pakujdesia e dikujt, por ja që tani kanë marrë jehon të madhe. Pra, një zënk e vogël, natyrale, një mosmarrëveshje natyrale me njerë shpërthen në sharje në prejardhe. Ju Kosovarët kështu, ju të Shqipërisë kështu. Kjo është marrëri e madhe. E njëjta mendësi është duke dashur me instalu edhe mes nesh dhe mërgjimtarve. Këta të jashtit. Çfarë do me thonë me këta të jashtit? Jupiterit, të kajt. Këta janë vllazërit tonë, janë motrat tona, që i ka sprovu Allahu subhanahu wa taala, të cilët zemrën dhe mendjen e kanë këtu, prandaj vinë tek ne edhe i kalojnë çastet e tyre më të bukura. Dasmat i bëjnë me ne, dekët i ndajnë me ne. As kanë mundësi me gjetë arsye mos më arë këtu, ndasma ndeka, kanë plot arsye. Mjafton largësia për arsye. E mos flasim për arsye tjera që ata munden me i pas. Nuk duhet me leju na me rënë këtë nivel edhe mu përqa mes vete, derisa me shku edhe në nënçmime ndaj njëri tjetrit. Është e ulët, është e papranueshme. Edhe ne si vendas, edhe ju si mërgjimtar, nuk duhet me leju, nuk me ra prej e njerëzve të parsimum dhe të pa edukum. Vetëm njerëzit e parsimum dhe të pa edukum merren me këto gjana, me këto nënçmime, me këto fyrje, me këto linçime, janë të ulta. Vllau për vllau, motra për motër, vllau për motër. Me thonë gjanat që nuk i përket një njeriu, jo më një besimtari, një shqiptari, një qytetari të këtij vendi. Shpeshherë ndodh që edhe keq përdoret padjallëzia e mërgjimtarëve, sidomos e gjeneratave të reja. Ne gjithë kemi për familjarëve tonë që jetojnë jashtë. Kemi gjemdaje, vajza halle,
Edhe e dim që ata nuk i kanë do djallëzi që i kemi ne. Neve pak na i kam mësu zori, pak na i kam mësu qefi, ata nuk i kanë këto djallëzi. Për shembull, kur i shohim në për intervista që i marrin ndotri, sa i keq përdorin ata. Veç se ndoshta s'din më shpreh mirë shqip, veç se nuk i din ato intrigat e vendit tonë, nuk i din ato dreshni, e marrin e bëjnë meme me njëherë. E bëjnë viral duke e përqesh. Thjesht se nuk i ka dreshni tona. Në fakt, ai do të mu lavdru, ai do të mu admiru që s'është i dreshnum. E jo më usha më ofendu. Më vjen keq kur i shohim komentet që ju shkruan disa prej mërgjimtarëve tonë, sidomos shtresës rinore, që në pamundësi për me i kuptu ato dreshnit e vendit, ata i paraqesin si naiva. Vallai nuk janë naiva, se krejt ata mërgjimtarë të ri, se unë i kam vizitu dhe i vizitoj, krejt janë të shkollum, sidomos gjeneratët e reja, edhe janë dallum në shkollë. A mendoni ju që ato nota, ato suksesi i ka të falme? A mendoni që një person naiv edhe i pa aft, i pa pjekur, mund më arrit ato suksese? Secili prej tyre e ka një zanat, sa ata sistemi e kanë asisoj që më e pakta që ka dalin për shkollës dalin me një zanat. Që ndoshta neve këtë me na bo bashkëtu, a dalin 20 veta, 30 veta me një zanat të përvetësum. Secili prej tyre e ka një zanat. Ata nuk janë të pa aft, janë të pa djallëzum, edhe që janë të pa djallëzum. Nuk po thamë që tash na jemi djallëzum, që të mos keq kuptohem. Por disa gjana është një farë ilmi beteri që na e dim, e kemi të përvetësum shumë si shqiptarë. Pra ne kemi një ironi shumë të theksume, të teprume. Edhe muhabetin më serioz na kemi prirje me bo me ironi. Edhe shakat tona i bëjmë me ironi, gjë që nuk është e hishme. Nuk është e hishme, absolutisht që nuk është për mu lavdru. Nuk është aftësi për mu admiru. Çdo herë ajo që admirohet është sinqeriteti. Pra edhe kur flasim seriozisht, s'ka nevojë me fol me ironi. Edhe kur flasim për humor, s'ka nevojë me bë humor me ironi. Duhet të jemi të sinqert, duhet të jemi transparent. Andaj unë ju uroj mirëseardhje mërgjimtarëve tonë dashur, e lut Allahun që më urojë kudo që t'jeni. Porosia ime e vetme për mërgjimtarët në jetën për neve është që kudo që të shkoni mos e harroni emanetin e Allahut, sidomos ju që jetoni në shoqëri që nuk janë shoqëri islame. Ka rregullsi, këtë e dim në aspektin e sistemit jetësor, në aspektin infrastrukturor, ata janë shumë përpara nesh, por në aspektin moral dhe shpirtëror ju e dini shumë se si qëndrojnë ata, andaj merrni të mirat e mos u merrni të këqijat. Të mirat tona ruani me fanatizëm, mos i jepni para asgjë të kësaj bote, në veçanti imanin që Zoti ja u ka dhënë. Se me shku ku me shku, ajo që t'jep vlerë është imani, nuk t'jep vlerë as preardhja, as nuk t'jep vlerë pasuria, t'jep besimi, t'jep brendia, t'jep shpirti. Ajo që do t'i dalësh Allahut ditën e gjykimit, do të krenohesh me të, dhe do të kesh mundësi të mburrësh, është ajo çfarë ti ke përzgjedhur me vepru, jo ajo çfarë Allahu ka përzgjedhur për ty me qenë. Andaj të kemi kujdes, lutim Allahun çdo herë me na bashku, me rrit unitetin mes nesh, edhe mos merra prej e këtyre përçarjeve të qëllimshme apo të paqëllimshme që synojnë prishjen e mirëqenies sonë dhe trazimin e gjendjeve tona, ruana Zot nga fatkeqësitë e papritura, sikur që kërkojmë nga madhëria Allah që të na i falë mëkatet, ato që i dimë dhe ato që nuk i dimë, ato që eventualisht i veprojmë në fqetësi apo në publik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.